Teksa përgatiten për gjuajtjen e radhës, në klubin e shigjetarisë Noku bizotron qetësia dhe përqendrimi maksimal. Antarët e këtij klubi stërviten çdo ditë për të arritur saktësisë sa më të lartë dhe për siguruar rezultatet e mira në garat e ardhshme. Marigona Sahiti është njëra ndër ta. Për një viti në këtë sport, falë përkushtimit dhe stërvitjeve të vazhdueshme, ajo ka arritur të fitoj vendin e parë në Kupën e Pavarësisë në Prizren. Si sport mirëm që një vete, një muj apo dy, po harkën nuk më pas edhe para 4 viteve, vetë se nuk më ditë me përdor, as mi regullu aksesorët e shumë që ka pas harku olimpik apo me shënjesër që përdorjon, kështu që deri para një vitje pak nuk më bod në i farë gjyrdjeku me diçka, po atëherë këmë fillu taman si sport. Ka qenë një eksperiencë shumë interesant për shkak se ka qenë gara parë që ku mojt dhe hera parë që ku më shku ngari, hera parë që ku më fitu një vend dhe ka qenë vendi parë, po nuk kom qenë me harkun tem, është dash vetëm 4 ditë para garës me ndru harkun edhe ai ka pak disa pjesë që do të pi regullu mja për shtat për trupin tem të rjekqit e mija. Për këtë arsye kom shkuj mendimin që okej, veç po shkoj, për shkak që funksionon një garë, po jo me bo diçka wow, po kom dalë shumë e lumtur me rezultatin që e kom pasur në fund. I frymzuar nga mënyra se si paraqitet shigjetaria në filma, Korab Uka vendosi të përkushtohet këtij sporti, i cili ja kishte tërhequr vëmendjen që në moshën e hershme. Më ka pëlqyer shumë se ide, po ashtu edhe prej që kam qenë i vogël më ka pëlqyer shumë, më ka dogë shumë interesant kur kam pa filma, kur kam pa seriale, edhe kam vendosur më regjistru, më kanë thirrë pas disa javëve, edhe kam thonë okay. Më pëlqen shumë kur je të gjujt, është shumë një element i fokusit që dush me pas edhe përqendrimit me një vend, edhe me zhduk çdo sen rreth teje. Vetëm 3 javë pas fillimit, Eli Vula nga Gjakova, tashmë në Prishtinë, po e shfrytëzon mundësinë për t'u angazhuar në shigjetari dhe për të zhvilluar aftësitë e saj. Gjatë javës zakonisht filloj me stërvitje të krafe, pastaj vazhdoj me gjuajtje të harkut. Normal duhem me pas më shumë fokus në primarje edhe mundohemi që më konë ma korekt në shënjestër. Kum dash prit që më konë 12 vjetë në për filma, më ka pëlqyer shumë ideja që me pas me gjujt hark, por nuk ka pas në Kosovë, sidomos në Gjakovë, andaj në Prishtinë më është ofruar mundësia. Në krye të këtyre arritjeve qëndron trajneri Nuhi Gashi, i cili me përkushtim të vazhdueshëm punon çdo ditë me antarët, duke u mësuar teknikat e shigjetarisë, disiplinën dhe rëndësinë e përqendrimit në çdo gjuajtje. Po klubi tek vitin e kaluar kemi fillu, për ndryshe unë si trajner më certifikon 2022-ën, po interesimi jam ka qenë shumë i madh për hark, se ashtu e kum dashur në shpirt. Dhe e falenderoj shumë ish-kryetarin e Federatës Agrën Malën, i cili ka qenë një prej motivuesve edhe harkën e parë që e kam pas, ma ka dhënë ai si dhuratë, sepse ka po që jam i motivuar shumë edhe kam dëshirë shumë më marr me hark. Këta që përfshini, këta janë zonësat që ende se kanë bën një muj ditë përveç Marigonës, dhe kemi grupe tjera që vinë me terminet që ka konvenuar, i kemi bërë terminet e tyre. Për ndryshe, me harë kemi fillu për vitit kalum, 2 herë kemi marrë pjesë në garë, dhe në garën që ka organizu federata dhe shpresojmë që ta është mësë me mungu më asë një herë. Përveç shigjetarisë, në këtë hapësirë zhvillohen edhe sportet e tjera si taekwondo dhe kickbox. Tu organizojmë shumë gjana, organizojmë taekwondo, ushtrojmë. Ta zamun jam trajneri taekwondos, kemi taekwondo në grupe, kemi taekwondo privat, kemi MMA privat, kemi ushtrojmë me trajner tjetër, ushtrojmë jiu-jitsu, kemi një klub tjetër i cili ushtron vetëm gjinin femrore. Ushtrojmë taekwondo dhe kickbox, trajneri Elionit, pra dëmon një farë mënyre ushtrojmë 4 klube këto. Dhe si që pat pjesa tjetër e palesës, ajo është për arti marciale ma tepër, edhe tash kemi fillu edhe me harë këto dhe shpresojmë që me vazhdu tutje. Me shqiptari kemi çdo ditë.
vetëm se varësisht prej termine kur ju ka përshtat kandidatëve, kemi bërë grupe, kemi grupë që janë 3-4 vesitarë, kemi grupë ma shumë që janë, po na është dashur një përshtat orarën atyne, kur ju ka përshtat, sepse dikush ka qenë për punë, dikush në studime, dikush në shkollë, kështu. Frymëmarrja, fokusi vizual dhe qëndrimi trupor janë disa nga elementet kryesore që duhet të kontrollohen para çdo gjuajtje, shpjegon Gashi. Pasion, vi për artë marciale, ato, ai që merret në artë marciale din sa është e rëndësishme përqendrimi. Ne dim edhe për jetës së përditshme që pa përqendrim s'kemi rezultat çfarë dëshirojmë asnjëherë. Mirë po përqendrimi në artë marciale don bukur shumë, më shumë kohë sepse ki të bëjsh me luftë me kundërshtar dhe ki të bëjsh çështat populli me rre, me luftë. Këto edhe shqiptaria është një lloj lufte, sepse edhe kjo është armë, mirë po me qenë se nuk gjuhën këta në mesveti, po ka me gjujt këtë në caqe tyne, në target tyne, atëra mundësia për mu përqendru është shumë e madhe se në artë marciale, sepse nuk e ka të frikën se po më lëndon kundërshtari. Siç është ta zonë taekwondo që duhet me qenë shumë i përqendruar, sepse kemi bo luftë me dikon, Këto është shumë e thjeshtë, mirë po 100% duhet me qenë i përqendruar. Përveç kësaj, kjo duhet mu lidhë, si me thonë, duhet mu mishru, duhet mu ambientu shumë me hark. Me ndi sikur është pjesë e trupit tonë. Sepse të fillu prej shigjetës kur të rrisit për kësaj si magazin që e qymë na, dhe deri të vendosja në atë mbaqës në shigjetës, deri të vendosja e pejt, këtu këtë janë do lëvizje, do punë që duhet më bëjë shumë timta, po që duhet patjetër më bëjë, mandej përqendrimi, drejt, trupi drejt, frymëmarrja, shiqimi, krejt. Këtë këto janë gjana që pjesë përbërëse që ti në fund me lëshu shigjetën. Pra, mundësia e përqendrimit të një farë mënyrë detyrohesh me pas ma shumë, sepse pa përqendrim ti këtu mundesh me gjujt 70 metra, 10 metra bukur mirë, po kur gjujt 70 metra që është ma në garat ndërkombëtare, olimpike, sane, atër është e pa mundshme me qëllu, atë nuk shkohet atje me rastësi. Kështu që të përqendrimi duhet fillimisht pej fillimin kur të vinë nxënësat na mundohemi me mësu të përqendrimi, dhe shkojmë gradualisht të mësu teknikat, të mësu drejtpeshimin, shputat, këmbët, frymëmarrja, dora. Domethënë krejt këtu sa janë pjesë një teknike që në fund vetëm këta tregishtat kanë me bë kështu që mund shu, domethënë kaq ka punë, po që ato pjesë përbërëse tyne duhet me qenë patjetër sa më të mira dhe që me qenë sa më të suksesshëm ca. Unë e kam një mesazh për ata që janë pak ma dembela, që pritojnë me marrë me sporte ku ka nevojë shumë energji me harxhu, edhe për ata që mendojnë se ai nuk kam kalu 2 vjet tash s'ka më kurrë prej me, që nuk pajtojnë ata, se gjithherë ka vend për ata. Po ata që pritojnë më angazhu shumë, ja kisha preferu harkun sepse është një sport shumë i mirë, është një sport që rrezik nuk ka fare dhe është një sport diçka që unë mendoj që tradicionalisht na shqiptarët jemi dallu me gjujtje, me cicë edhe shumë kohë para lufte, gjeneratat e mahershme kanë tregu vazhdimisht që edhe në ushtri shqiptarët kanë qenë gjithmonë më të suksesshëm se tjerët nisht Jugosllavi që kanë gjyt me armë. Domthonjë jemi dallu, jemi popull që as më tepër sportet individuale i dojnë më shumë. Edhe pse shigjetaria në Kosovë ende nuk është shumë e zhvilluar, klubi Noku synon të marrë pjesë në gara të ndryshme dhe të rrisë nivelin e këtij sporti në të ardhmen.